do t'i gëzonte besimtarët e vërtetë është pikërisht ajo dëshira dhe kërkesa e Allahut subhanahu wa taala që robërit të jenë për herë të lidhur me Allahun subhanahu wa taala. Do thotë njeriu nëse do të ishte falur vetëm një herë në javë, nëse do të ishte falur vetëm një herë në muaj, apo nëse do të ishte falur vetëm një herë brenda vitit, realisht do të kishte një lidhje, mirë po jo një lidhje të mirëfillt. Do të kishte një lidhje të thjeshtë, një lidhje jo aq të lidhur me nyje, do thotë me Allahun subhanahu wa taala. Andaj Allahu subhanahu wa taala na përmend në Kur'an faktin e robëve të cilët i lavdëron dhe thot për ta, për robërit e shpëtuar, për robërit e shpërblyer, thot janë ata të cilët namazin e falin për herë, janë të përhershëm në faljen e namazit. Në kuptimin që janë të përhershëm në lidhjen e tyre me Allahun, sepse nuk duhet ta mendojmë këtë përhershmërinë me namazin vetëm si përhershmëri në një disiplinë ku jemi treguar të rregullt në kryen e obligimit. Realisht kemi arritur që të jemi do thot lidhur me Allahun subhanahu wa taala, ndërkaq lidhja me Allahun subhanahu wa taala është një prej objektive më të mëdha të namazit, sikurse kemi përmendur disa herë ajetin kuranor ku Allahu subhanahu wa taala ka porositur Musa alayhis salam dhe i ka thënë falë namazin që të më kujtosh mua, falë namazin që të jesh në lidhje me mua, të falë namazin që të mos largohesh dhe të kam.